Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka sqaruar vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për pezullimin e përkohshëm të lëmshit të vizave migruese për 75 vende, mes të cilave edhe Shqipëria. Sipas njoftimit zyrtar, masa do të hyjë në fuqi duke nisur nga data 21 janar 2026 dhe është pjesa e një rishikimi të plotë të politikave të emigracionit të SBA-s. Duke ju referuar deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, ambasada thekson se emigrantët që synojnë të vendosen në Shtetet e Bashkuara duhet të jenë financiarisht të vetë mjaftueshëm dhe të mos përbëjnë barë të taksa paguesit amerikan. Në këtë kuadër, Departamenti i Shtetit po rishikon politikat rregullore dhe udhëzimet ekzistuese për vendet që konsiderohen rrezik të lartë për përdorimin e përfitimeve publike në SBA. Sipas ambasadës, shtetasit nga vende të prekura nga vendimi mund të vijojnë në dorëzimin e aplikimit për vizë migruese dhe të marrin pjesë në intervistat përkatëse. Megjithatë, edhe në rast se aplikimi aprovohet gjatë periudhës së pezullimit, nuk do të lëshohet asnjë vizë migruese. Përjashtim nga ky vendim bëjnë personat që posedojnë dy shtetësi dhe aplikojnë në një pasaportë të vlefshme të një vendi që nuk është pjesë e listës së prekur nga pezullimi. Po ashtu, ambasada sqaron se vizat migruese të lëshuara më parë mbeten të vlefshme dhe nuk preken nga ky vendim. Në fund të njoftimit, ambasada amerikane thekson se pezullimi vlen vetëm për vizat migruese dhe nuk ka asnjë ndikim mbi aplikimet për viza turistike, studim apo kategori të tjera jo emigruese.